Përveç plazhe bregdetare më të mëdha dhe më të frekuentuara në Shqipëri, qarku i Durrësit quhet edhe për pikën turistike malore të pyllëzuara e të njohura për vlerat e tyre kurative si qafshtama. Qafshtama vlerësohet si për zoni që të ofrojnë pisha shekullore, ashtu dhe për ujin kristal të burimeve, sikurse është kroi Nënës Mbretëresh, por edhe në Kësin ai vizitohet nga të gjitha grup moshat që e vlerësojnë qafshtamën si botë të ajrit të pastër dhe të gjelbërimit. Mu me pëlqen si ambienti ajri pastër një, edhe shikoje si janë pishat. Janë të drejta, qeri, ka një ngritje kështu 40 metra mund të jetë larg. Kjo është bota e ajrit pastër dhe e jeshiles. Kam ardhur në Qafshtam, është shumë vend i bukur dhe turistik. Është hera dytë që kam ardhur. Gjethet kanë rënë, është një vend shumë i bukur. Mua më pëlqen shumë. Unë kam ardhur me familjen time. Parku kombëtar i Qafshtamës vlerësohet dhe nga turistë shumë. Njëri prej tyre shprehet: Qafshtama është shumë bukur zona, por me falë unë nuk flet shumë mirë shqip. Jam polak. Edhe jam këtu një herë tani. Edhe tani kemi porosit një ushqim. Edhe provoj. Natyra është fantastik. Qafshtama shohet për gatime tradicionale, por dhe për vlerat e ujrave të burimeve, si të leta dhe të varfra në kripra.